Do të lexojmë në Psalmin 45, ku psalmisti apo profeti që po profetizonte Psalmin 45, që është një këngë që i referohet Zotit Jezu Krisht. Psalmi 45 është një këngë, një profeci e kënduar. I referohet Zotit Jezu Krisht si mbreti ynë dhe thot kështu për nder dhe lavdi të Zotit, thot: "Mo burojnë nga zemra fjalë shumë të ëmbla. Unë i këndoj mbretit poemën time." Këtë e thot ai që po profetizonte, në atë moment po profetizonte këto fjalë të kënduara. Dhe këto ishin fjalë, thot, të bijve të Koreut, që thuhet se ishin disa profet të cilët Perëndia po i përdorte për t'i kënduar Perëndisë në tempull, dhe ata të mbushur me frymën e shenjtë fillonin të këndonin, por ishte një profeci e kënduar me melodi, dhe në profeci flisnin për Perëndin, flisnin për kishën, flisnin për mbledhjet e kishës, flisnin për Zotin Jezu Krisht. Prandaj është shumë e vështirë për shumë njerëz të kuptojnë ose të interpretojnë psalmet. Por për ne jo, sepse tani më Perëndia na ka mësuar dhe jemi këtu, thot: "Më burojnë nga zemra fjalë shumë të ëmbla", këtë e thot ai që po profetizon, "I këndoj mbretit këngën time. Gjuha ime është penda i një shkruesi të shpejt", duke dhënë të kuptuar se në atë moment Perëndia po i jepte kaq shumë fjalë sa i duhet të shkruante shpejt për të mos harruar asnjë fjalë nga ato që Perëndia i jepte. Dhe në vargun 2 po profetizon për Zotin Jezus, thot: "Ti je më i bukuri ndër bijtë e njerëzve. Buzët e tua janë plot nur." Prandaj Perëndia të ka bekuar përjetësisht. Kjo profeci ishte për Zotin Jezu Krisht. "Ngjeshe shpatën në brezin tënd, o trim, i rrethuar nga shkëlqimi yt dhe nga madhështia jote. Këtu e lëvdon. Dhe në madhështinë tënde shko përpara mbi qerren fritimtare për çështjen e të vërtetës, të shpirtmatësisë dhe të drejtësisë, dhe dora jote ose djatha jote do të tregoj gjëra të tmerrshme." Të gjitha ishin fjalë adhurimi për mbretin Jezus. "Shigjetat e tua janë të mprehta, popujt do të bien poshtë teje. Ato do të hyjnë në zemrën e armiqve të mbretit. Froni yt, o Perëndi, vazhdo në përjetësi." Fjalë drejtuar Zotit Jezu Krisht, aty thot se ai është Perëndi. "Froni yt, o Perëndi, vazhdo në përjetësi." Skeptri i mbretërisë sate është një skeptër drejtësie. Ti e do drejtësinë dhe urren mbrapshtinë. Prandaj Perëndia yt, pra Ati, të ka vajosur me vaj gëzimi për mbi shokët e tu, duke folur për engjëjt. Duke folur për engjëjt, sepse thuhet se Perëndia krijoi engjëjt, por Zoti Jezu Krisht në mish ishte më superior se engjëjt, dhe thuhet këtu me vaj gëzimi më shumë se shokët e tu, tër rrobat e tua mbajnë erë mire, aloe dhe kasje, nga pallatet e fildishta, veglat muzikore me tela të gëzojnë. Midis zonjave të nderit që të rrethojnë ka bija mbretrish, në të djathtën tënde është mbretëresha e zbukuruar me ar ofiri. Mbretëresha është kisha e Zotit. Bijat e mbretërve që janë midis zonjave të nderit janë të ftuarit që një ditë do të jenë në dasmën e qengjit. Vargu 10. Thot: "Dëgjo vash." Kujt i thot? Kishës. "Dëgjo vash, shiko dhe vër veshin, harro popullin tënd dhe shtëpinë e Atit tënd, dhe mbreti do të dëshirojë me të madhe bukurinë tënde, lavdi Perëndisë." Kisha e Zotit Jezu Krisht. Zoti do të kujdeset vetë që të zbukuroj kishën e tij. Thot: "Bjerë përmbys para ti." Thot: "Bjerë përmbys sepse ai është Zoti yt. Bijat e Tiros do të sjellin disa dhurata dhe të pasurit e popullit do të kërkojnë favoret e tua." Një mënyrë për të adhuruar, për të lavdëruar këtë mbret.
13. Tërë shkëlqim është brenda e bie e mbretit, rrobat e saj janë të qëndisura me arë, flet për kishën, atë do ta çojnë te mbreti me rrobat të qëndisura, të shoqëruara nga virgjëresha shoqet të saj që do të paraqiten ty. Ato do t'i çojnë me gëzim dhe hare dhe do të hyjnë në pallatin e mbretit. Pra thuhet se kisha e Zotit është e zgjedhura, se Zoti do ta përsos atë dhe se do të festohet dasma dhe do të ketë disa të ftuar. Kjo është ajo që nuk kupton kur i referohet shoqeve, kur thot se bia e mbretit do të shkojë e veshur dhe se virgjëresha do të shkojnë gjithashtu pas saj si damat shoqëruese. Dhe Zoti që ne njerëzit të mund të kuptojmë mrekullitë dhe madhështinë që ka për kishën e tij në të ardhmen, prandaj ai krahason ose ilustron me jetën reale, që ne të mund të kuptojmë dhe të mund po ashtu të adhurojmë madhështinë dhe bukurinë që Perëndia ka për kishën e tij. Pra në vargun 16 thot: "Bijet e tu do të zënë vendin e etërve të tu. Ti do t'i bësh princa për tërë tokën." Dhe kjo për t'i bërë princa në gjithë tokën janë bekimet që Perëndia i jep besimtarëve të tij, bijve të tij, atyre që bëjnë dhe përmbushin vullnetin e Perëndisë, ata që zbatojnë urdhërimet e Zotit. Ndaj thot se ai i bën princa, i bekon në këtë botë, në këtë jetë dhe akoma më shumë pas kësaj jete po ashtu vjen bekimi i përjetshëm. Në vargun 17, unë do të shpall kujtimin e emrit tënd për të gjithë brezat, prandaj popujt do të kremtojnë në përjetësim për jetë, popujt do duhet të adhurojnë emrin e Perëndisë dhe të lavdërojnë emrin e tij, falenderojnë Perëndin ton. Mirë vëllezër dhe motra, mos harroni rekomandimin apo këshillën, ata që janë të smur. Ata që janë të smur, disa tani më ndihen me aftësi të kufizuara. Në këtë moment ju e dini, kërkojini Zotit. Kërkojini Zotit sepse Zoti është aty duke ju dëgjuar. Dhe nëse ju i kërkoni me gjithë zemër, Zoti do të bëjë mrekullinë në jetën tuaj. Le të lutemi, i bekuar Perëndi, Ati i shenjtë, krijuesi i qiellit dhe i tokës, Zoti ynë i plotfuqishëm, Perëndia ynë, Atë i Zotit ton Jezu Krisht, Zoti ynë i Abrahamit, i Isakut, i Jakobit, që ece me Mojsiun, Zoti ynë i fuqishëm, që u shfaqe duke bërë mrekulli dhe shenja dhe gjëra të jashtëzakonshme, që pate mëshirë për të gjithë. Zot i plotfuqishëm, ne jemi këtu përpara Teje. Jemi në praninë Tënde, Zot. Ti i njeh zemrat tona. Ti po peshon zemrën e gjithë secilit. Disa kanë më shumë besim se të tjerët. Disa presin, besojnë, kanë besim, disa të tjerë janë të dobët, nuk kanë forcë për të besuar, për të pasur besim. Por mirësia jote është aq e madhe. Mëshira jote është kaq e madhe, Zot, sa që ti po shikon o Perëndim nevojën e secilit. Shiko sëmundjet e ndryshme, Zot. Sëmundjet fizike dhe sëmundjet mendore po ashtu. Zot, shtrije dorën Tënde. Vendos dorën Tënde të fuqishme mbi çdo person që është i smur. Personi çdo moshe, shtrije dorën Tënde shëruese, ti je po ashtu mjeku ynë hynor. Zot, shtrije dorën Tënde, qofsh ti ai që shëron, ai që çliron, ai që pastron, hiq Zot po ashtu magjit, shortarit. Qorto Zot çdo frymë të ligë, çdo frymë që vjen për të trazuar ëndrat ose prehjen e njerëzve. Frymrat e ndyra që nuk i lën njerëzit të flenë,
Qorto Zot të gjithë këta frymra, jep qetësi, jep i paqe gjithë secilit. Jep çlirim, jep pastrim, pastrim të shpirtit, pastrim të frymës së tyre. Lejo që gjithë secili o Zot të mund të paraqiten ata përpara Teje me fjalë të urta dhe të ditura, me arsyetim, në mënyrë që ti të dëgjosh lutjen e gjithë secilit, thirrjen, nevojën e tyre. Shiko dhimbjet e tyre, shiko sëmundjet e tyre, shiko se disa nuk mund të arsyetojnë sepse kanë frymra të ligë në kokën e tyre, në trurin e tyre dhe nuk i lën ata të arsyetojnë me kthjellësi. Zot, ki mëshirë, thyej zinxhirët, kpute lakun e robërisë së armikut, shkatro këtë vepër të djallit. Zot, secili duhet të vazhdoj të lutet dhe të përlëvdoj emrin tënd dhe ndihmoj që të vazhdojnë të ecin përpara, që të përpiqen e të sforcohen dhe të kenë shërim, të kenë çlirim. Hiq Zot të gjitha kurthet e të ligut, hiq gjërat që i mbajnë të lidhur shpirtrisht dhe thyej zinxhirët, hiq kurthet, qorto armikun, sepse ti je fuqi. Ti je fuqi, i lavdruar qoftë emri yt, i përlëvduar qoftë emri yt përjetësisht, për lëvdimet për ty. Zot, shtrije dorën tënde dhe qorto magjit dhe mallkimet. Hiq Zot mallkimet. Hiq Zot çdo mallkim dhe çdo magji. Çliro, pastro Zot. Thyej zinxhirët, hiq kurthet, hiq pengesat Zot. Ti je i fuqishëm Zot. I fuqishëm je o Perëndi. I fuqishëm Zoti im. I bekuar qoftë Zoti. Për lëvdimet dhe nderi për ty. Lavdia për ty Zoti im. Ti je i madh dhe i drejtë. Dashuria jote është e përjetshme, Zot, pastro, Zot, çliro, hiq Zot ashpërsinë e zemrës, hiq kryenëqësinë, hiq kokëfortësinë, hiq çdo të keqe kundrejt njerëzve, Zot. Hiq çdo të keqe kundër çdo zemre. Çliro, pastro zemrat. Pastro zemrat. Thyej i prangat Perëndi dhe bëj shërime. Dhe ki mëshirë, ashtu siç më the në fillim, se ti do të shëroje, se ti do të pastroje, do të çliroje, se ti do të drejtoje hapat e gjithë secilit. Unë po pastroj dhe po çliroj. Lutuni gjithmonë, le të luten gjithmonë sepse bekimet po vinë, paqja, qetësia, çlirimi dhe shërimet po vinë. Gjithçka do të realizohet dhe do të përparojnë, do të begatohen, sepse do të ketë bekime të mëdha fitore dhe triumfe për të gjithë. Gjithsecili do të zotohet, do të zotohen për të ndjekur rrugët e mia. I lavdishëm Zoti im. Faleminderit Perëndi, faleminderit Ati i Shenjtë, faleminderit Zoti i përjetshëm, Zot gjallëro me praninë e frymës tënde të shenjtë, që veprat e tua të mrekullueshme të shihen Zot, dhe që ata të zotohen për të ndjekur rrugët e tua. Bi, unë po i bekoj, po i shenjtëroj dhe po i pastroj, dhe po jap nga fuqia ime dhe nga fryma ime, dhe po jap dhunti frymërore për shumë prej tyre po ashtu. Po çliroj shumë dhe po ju heq të gjitha ato pranga që armiku ju kishte vënë, i dhujtarit, të gjithë i dhujtarit që kanë i dhujtari disa në zemër. Unë po e heq, jam duke hequr i dhujtarin nga zemra, duke shkaktruar këto vepra të ligut, sepse kanë bërë zotim me mua, sepse janë zotuar, sepse jeni zotuar të ndiqni rrugët e mia dhe të bëni vullnetin tim. Prandaj, po ju pastroj dhe çliroj. Bekime të mëdha, fitore të mëdha, triumfe të mëdha. Faleminderit Zot, faleminderit Zot, faleminderit Ati i Shenjtë, faleminderit Zot, faleminderit, aleluja. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Faleminderit Zot, faleminderit Perëndis ton të plot fuqishëm, falenderojmë Zotin ton sepse Zoti është zotuar të jap shumë bekime, shërime dhe çlirim. Gjithashtu Zoti thot se shumë janë zotuar me Zotin për të ndjekur rrugën e tij. Po ashtu Zoti thot se ka çliruar shumë njerëz që kishin idhujtari në zemër, shumë idhujtari në zemër dhe që ju ka hequr idhujtarin nga zemrat e tyre. Personat që vuajnë nga kjo gjë do ta kuptojnë, nuk mund të kuptoja shumë se çfarë donte të thoshte Zoti, por tha se kishte hequr idhujtarin nga zemrat e disave. Dhe shumë bekime nga Zoti sepse thot se shumë janë zotuar për të më ndjekur dhe unë do t'i bekoj, pra ka bekime. Vazhdoni, ecni përpara, mos u dekurajoni, mos u ligështoni vëllezër dhe motra. Unë e di që kjo rrugë ka shumë armiq, armiku ynë që vjen me pengesat në jetën tonë në një mënyrë apo në një tjetër, por ju jeni të guximshëm, qëndroni të palëkundur, vazhdoni të ecni përpara. Zoti ju bekoft, Perëndia qoftë me ju. Faleminderit dhe shihemi herën tjetër. Zoti ju bekoft.